Këshilli i Bashkimit Evropian ka vendosur emërimin e diplomatit gjerman Dirk Schubel në postin e përfaqësuesit special të BE-s për Kosovën në një mandat fillestar prej 2 vitesh që do të nisë me 1 shtator 2026. Schubel do të pasojë në këtë detyrë diplomatin estonez Avio Orav, i cili ka ushtruar funksionin e përfaqësuesit të posaçëm të Bashkimit Evropian në Kosovë. Sipas njoftimit të Këshillit të BE-s, diplomati gjerman ka një karrierë të gjatë në institucionet europiane dhe në shërbimin diplomatik të Gjermanisë. Ai ka mbajtur poste drejtuese në shërbimin evropian për veprim të jashtëm, Komision Evropian dhe Ministrinë e Jashtme Gjermane. Aktualisht, Schubel drejton divizionin për Rusi në kuadër të shërbimit evropian për veprim të jashtëm, ndërsa më parë ka qenë i dërguar i posaçëm i Bashkimit Evropian për partneritetin lindor dhe ka drejtuar delegacionet e BE-s në Bielorusi dhe Moldavi. Në përmbushje të mandatit të ri, ai do të angazhohet në promovimin e një Kosove të qëndrueshme, demokratike dhe multietnike, duke mbështetur njëkohësisht procesin e integrimit evropian të vendit përmes dialogut politik, komunikimit publik dhe bashkëpunimit me institucionet vendore dhe partnerët ndërkombëtar. Detyra e tij do të përfshijë gjithashtu monitorimin e progresit të Kosovës në reformat politike, ekonomike dhe të sigurisë, si dhe mbështetjen e forcimit të sundimit të ligjit, mbrojtjes së të drejtave të njerëzit dhe garantimit të së drejtave të komuniteteve. Me këtë emërim, Bashkimi Evropian synoi të vijojë angazhimin e tij në mbështetje të stabilitetit të reformave dhe perspektivës europiane të Kosovës.